Qartë. Ndërkohë, përsa i përket sulmit janë dy emra në fakt, Muçi dhe Mehmeti, që po shkëlqejnë ekipet e tyre respektive. A besoni dhe a do dëshironi të paktën personalisht fillimisht që ato të ftohen, grumbulloheshin në këtë sfidë? Mendoj që Mehmeti është ftuar vetëm një herë, ndoshta nuk zgaboj, ndërsa Muçi ka qenë i ftuar vazhdimisht, por nuk ka arritur të jetë në formacionin bazë, pavarësisht se disa tentativa janë bërë. Megjithatë, forma e mirë është një le të themi e keqe e domosdoshme për trajnerin. Pra sa më shumë lojtarë në formë të ketë, aq më mirë do të jetë sepse konkurenca do të jetë e madhe dhe vër trajnerin në pozitën e përzgjedhjes. Të marrë edhe përgjegjësitë për ato që bën. Kështu në këtë aspekt mendoj që Muçi duhet të ishte edhe një ftesë, sepse edhe një eksperiencë të tillë në kampionatin polak e ka, pra një edhe me ambientin atje, mund të ishte një gjë pozitive. Gjithsesi këto janë të shpresojmë që ta marrë trajneri Silvino në konsiderat. Këto janë zgjedhje të drejtë për drejtë të trajnerit dhe askush nuk mund të ndryry në punën e tij të trajnerit. Okej, ndërkohë Mana i ka shënuar 2 gola sapo u rikthye në Sivasspor për të ndalur te sulmi, ndërsa Broja dhe Uzuni duken larg formës. Paktën ju si e shikoni? Tani me sa di unë nga kampionati i dytë turk, Sivasspor nuk është në një pozicion të mirë. Ndoshta ardhja e Mana shikohet si një përforcim për mbjetesën. Pra që ky lojtar ka tifozrinë me vete, sepse e pam në ato pritjen të cilët ata i bën. Kështu që mendoj që edhe për Manën do jetë pozitive të ruaj formën e tij për sa i përket të gjithë shqetësimit të tij fizik në ndeshje futbolli, por nëse shënon aq më mirë, sepse sulmuesit na duhen për ato rastet ose episodet që përmendëm në fillim. Pra, nëse do krijohet një episod në favorin ton, duhet të jetë sulmuesi në formën e dur që ta shfrytëzojë. Kujtoj që ai ka bërë ka shënuar një nga golat që do të mbahet mend shumë gjatë në historinë e futbollit ton, se ai goli me kombëtarin e Shqipërisë ndaj Serbisë në Serbi. E vërtet, shlyu në fakt dhe një penallti për cilën mori shumë gjykime. Futbolli në përgjithësisht është kompesus. Shumë bukur. Dhe na vjen mirë që e mori lojtari jon. Ndërkohë nga ana tjetër, Broja dhe Uzuni, si e shikoni? Brojës tani, çfarë mund të themi më shumë, përveç se presim të gjithë themi, t'i vi momenti të shpërthejë, t'japi më të mirën, ndërsa për Uzunin kemi parë që dhe ka bërë shumë mirë, është aktivizuar. Unë mendoj që të dy edhe këta, pra domethënë në këtë grupin e lojtarëve që do të përbëjnë pjesën e sulmit e kombëtar, të gjithë janë të vlefshëm, sepse e mendojnë ndeshjen të ndarë në disa faza, por që faza finale e saj detyrimisht do të kërkojë lojë sulmuese. Pra nëse do të mundohemi ta çojmë ndeshjen drejt barazimit, do të ketë kjo një fazë finale. Pra një moment të caktuar brenda, qoftë 15-20 minutat e fundit të ndeshjes, apo qoftë në shtesa, nëse shkojmë me shtesë. Po si titullar personalisht nëse do thotë për Mendoj që sulmuesit në këtë formacionin bazë, sidoqë nuk para ka, do të shikoja më tepër si bllokues të kundërshtarit se sa si alternativa për të synuar portën e kundërshtarit, në këtë koncept, strategjia, siç e mendoj unë, si do mund ta mundim ne, si do mund të kualifikohemi ne ndaj Polonisë. Polonia shikoj që do duhet të luajmë shumë të kujdesshëm dhe pa asnjë lloj rreziku përpara portës kundërshtarit për një kohë të gjatë, për të garantuar të krijuar besim tek vetja dhe pastaj për sulmuar në momentin decisiv. Okej.